Ndryshimet në rregulloren e kuvendit që mes të tjerave parashikojnë rritjen e numrit të komisioneve dhe uljen në 5 minuta të fjalës së çdo deputeti në seancë plenare për çdo çështje, mbeten të pezulluara, derisa gjykata kushtetuese të zbardh vendimin e plotë për rrëzimin e miratimit të një anshëm nga majoranca në nisje të sesionit parlamentar në shtator. Nuk do të mbyllet ky proces pa u zbardhur vendimi i gjykatës kushtetuese. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike arritën këtë dakordsi në Këshillin e Rregullores Mandateve dhe Imunitetit, pas një debati për rikthimin e çështjes për shqyrtim, duke kërkuar të kenë në dorë argumentet e gjykatës kushtetuese para se të shqyrtojnë draftin e ri. Duhet të lexosh vendimin e gjykatës kushtetuese që të mund të ekskludosh pastaj pikërisht ato çka ato kanë shkruar. Përndryshe, kjo ftesë që ne kemi këtu sot pa ardhur vendimi i gjykatës kushtetuese dhe pa e lexuar është një ftesë për të shkelur potencialisht kushtetutën sërish. Por kryeparlamentari Niko Peleshi mbrojti vendimin për thirrjen e mbledhjes, duke argumentuar vetëm me prezantimin e propozimeve që parashikojnë shtimin e komisioneve, nga 8 që ka pasur parlamenti në 11 komisione, krahas disa ndryshimeve të tjera. Nuk jemi mbledhur dhe nuk do të trajtojmë çështjet që janë objekt i vendimit të gjykatës kushtetuese. Dhe i kërkoj zotit Balla në emër të propozuesve të prezantoj vetëm ato çështje që nuk priten me vendimin e gjykatës kushtetuese, por nuk janë objekti i vendimit të gjykatës kushtetuese. Një moment tensioni pati dhe mes Oert Bylykbashit dhe socialistëve në Këshill, pasi nuk ju dha fjala e kërkuar për procedurë, por ju kalua radha kreu të grupit socialist Tavland Balla për të relatuar ndryshimet e propozuara. Po, faleminderit kryetar. Po tash ka dhe një respekt, vini gjyqësor me vonesë, tani rrim po patjetër. Nuk i ndërpritet fjala kolegut. E ka marrë dikur. Gjykata kushtetuese pasi shqyrtoi një kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike e cilësoi ndryshimin e rregullores së kuvendit si cënues të parimit të demokracisë përfaqësuese, të lidhur me lirinë e shprehjes së deputetëve, si pasojë e shkeljes së rregullave të thirrjes së mbledhjes së kuvendit, si dhe të procedurës së ndjekur për miratimin e aktit objekt shqyrtimi.